Në këtë edicion do të ndiqni. Sot dita fundit e deklaratave përmbyllëse në procesin ndaj shkrerëve të UÇK-s në Hag. Nesër protestohet në Prishtinë nisja nga Gjakova në mënyrë të organizuar. Kino Hyri Johana solli Luajzellin dhe filmin e tij në Gjakovë. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Në dhomat e specializuara në Hag, sot ka vazhduar seanca e deklaratave përmbyllëse në gjykimin ndaj shkrerëve të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi. Të gjithë avokatët mbrojtës kërkuan që ish shkrerët të UÇK-s të lirohen të pafajshëm, duke thënë se prokuroria nuk e ka argumentuar të kundërtën. Sot mbahet dita e fundit e deklaratave përmbyllëse të procesit më të madh gjyqësor në Hag ndaj shkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Recep Selimi, Jakub Krasniqi e Kadri Veseli, të cilët po mbahen në Hag nga nëntori i vitit 2020. Fjala përmbyllëse e prokurorisë speciale në Hag filloi më 9 shkurt dhe e njëjta përfundoi një ditë më pas, më 10 shkurt, kur kryeprokuroria e specializuar Kimberly West kërkoi dënim prej 45 vjetësh burgim për secilin nga 4 të akuzuarit apo 180 vjet gjithsej. Më 10 shkurt u dha fjala për mbrojtjen, ndërsa më 11 shkurt 2026 fjalën përfundimtare dha mbrojtja e ish-presidentit Hashim Thaçi dhe filloi ajo e Kadri Veselit, e cila vazhdoi edhe me 12 shkurt. Pas përfundimit të saj, filloi mbrojtja e Recep Selimit, ndërkaq mbrojtja e Jakub Krasniqit ka sot edhe 1 orë gjysmë kohë për ta përfunduar deklaratën përmbyllëse, të cilën e ka nisur të premten. Pas kësaj, trupi gjykues për 2 orë do të parashtroj pyetje për palët, e më pas radhën e ka zyra e prokurorit të specializuar për kundër përgjigje, ndërkaq 4 ish shkrerët e UÇK-s do t'i drejtohen trupit gjykues të mërkurën me deklaratat përmbyllëse, ku secili do ta ketë kohën e kufizuar për 20 minutash. Ndërkaq kujtojmë se kërkesa e prokurorisë për 45 vite burgim ngjalli reagime të shumta nga krerët institucional në vende më gjerë, nga qytetarët dhe nga mbrojtja, nga të cilët u kërkua që ish shkrerët të shpallën të pafajshëm deri në vërtetim të së kundërtës. Nesër në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë mbahet protesta në mbrojtje të ish shkrerëve të UÇK-s që po mbahen në Hag. Në të gjitha qendrat e Kosovës janë bërë organizime të ndryshme që protestuesit të mbërrijnë me kohë në protestë. Edhe në Gjakovë grumbullimi i protestuesve do të jetë nga disa zona e pastaj ndalesa fundit para pallatit të kulturës Asim Vokshi për të nisur në mënyrë të organizuar drejt kryeqytetit. Ndërlidhur me 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, nesër më 17 shkurt në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, do të mbahet protesta drejtësi jo politik, organizuar nga platforma Liria ka emër, në mbështetje të 4 ish shkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi e Jakub Krasniqi, të cilët po mbahen pa drejtësisht në Hag. Ndërkaq platforma ka publikuar edhe oraret për nisjen e organizuar nga komunat. Në komunën e Gjakovës, nisja e organizuar fillimisht do të bëhet nga bashkësitë lokale, ku në ora 10:30 bëhet nisja nga Reka e Keqe, përkatësisht fshati Botush, në ora 10:30 nga Reka e Mirë, përkatësisht fshati Hereq, nisja nga Dushkaja bëhet në orën 10, përkatësisht nga Jabllanica, nisja nga Hasi i Gjakovës, përkatësisht nga fshati Rogov, është planifikuar në orën 10:30, ndërkaq në orën 11 bëhet nisja e organizuar nga Pallati i Kulturës Asim Vokshi. Mes tjerash, në lajmërimin e publikuar, qytetarët janë ftuar që të jenë te vendi i nisjes së paku 15 minuta më herët. Thirrje për pjesëmarrje sa më masive të qytetarëve në protestën e ditës së nesërme kanë bërë shumë qytetarë e organizata të ndryshme. Se protesta është e drejtë dhe do ta mbështesin atë, janë shprehur edhe disa figura publike në Kosovë, Shqipëri, Maqedoninë e Veriut.
Marshi drejtësio politik që mbahet nesër me 17 shkurt në Prishtinë ka mobilizuar një mbështetje të gjerë nga figura publike, artist, përfaqësues, institucionesh dhe organizata të ndryshme nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe treva tjera shqiptare. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj kanë konfirmuar se do të jenë mbështetës të marshit të ditës së nesërme. Marshi organizohet nga platforma qytetare Liria ka emër dhe ka për qëllim të shprehë solidaritet dhe kërkesë për drejtësi të paanshme në proceset gjyqësore ndaj ish udhëheqësve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës që po gjykohen në Hag. Pjesëmarrjen e tij në këtë proteste ka konfirmuar edhe njëri nga politikanët më të zëshëm në Maqedoninë e Veriut, Ali Ahmeti, i cili në një video mesazh të publikuar në faqen e tij zyrtare është shprehur në mbështetje të njerëzve që kontribuan për liri e pavarësi, të cilën e gëzojmë ne sot. Edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka mbështetur protestën e nesërme, duke u shprehur se lajmet nga prokuroria janë lajme të zymta dhe me kërkesa absurde. Nga shoqëria civile, zëri i Vasfie Krasniqit kanë qenë ndër më të zëshmit në përkrahje të kësaj nisme, ndërsa organizata dhe grupe të ndryshme qytetare, sindikata dhe tifoz sportiv kanë bërë thirrje për pjesëmarrje masive. Mbështetje kanë dhënë edhe përfaqësues të tjerë institucional dhe politik, përfshirë kryetarët e disa komunave, kryetarët e disa subjekteve politike dhe disa digastereve tjera qeveritare. Në mesin e tyre që kanë shprehur publikisht mbështetje janë artistë të njohur të cilët përmes rrjeteve sociale dhe deklarimeve publike kanë ftuar qytetarët i bashkohen marshit. Organizatorët kanë theksuar se protesta është qytetare dhe paqësore, duke ftuar të gjithë qytetarët që përtej bindjeve politike të bashkohen në një mesazh të përbashkët për drejtësi dhe dinjitet. Mbetemi te protesta ditës së nesërme dhe sjellim një kronike e cila flet për opinionet e disa qytetarëve se a do t'i bashkohen ata protestës dhe cili është mendimi i tyre për këtë mbështetje kolektive ndaj krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Krahas figurave publike, politikës dhe organizatave qytetare, marshit Liria ka emër, do t'i bashkohen edhe shumë qytetarë të cilët një zërit do të shprehnin mbështetjen e tyre ndaj ish-krerëve të UÇK-s që po mbahen në Hag. Disa nga qytetarët intervistuar sot nga Medium Ynë kanë bërë thirrje për pjesëmarrje masive, duke ftuar qytetarë nga të gjitha moshat. Që kjo tema për protesta, për këta të UÇK-s ka në Hag, që është e qëllume. Sa ma shumë është ma mirë. Kajtë me dorë, kusht mundet. Ta shumë për veti, sa i me mujtë, me zdo mundësi shkoj. Edhe sa i du të me dorë, kajtë me dorë. I madhe i vogël. Edhe kajtë me dorë, pa kur njësi. Se ata janë pikë për i hova që të ne. Mirë u konë me shku tënë. Se edhe ata ka një ka kontribu. Sa ka mundësi njëri me shku pak një përkraje. Duhet me pas, ja masë për me pas këtë Kosovë më quë. Se nga i majnë, pa drejt, shlimtarë të Kosovës, ata kanë liftu për Kosovë. Që në boni një Serbia, edhe nuk me merë kërkush, përsysh. Sa më parë më mujtë me i liruë, më mujtë, ja po me gramë më smi me dalë për tesa. Kjo protestë do të fillojë në orën 14 dhe organizohet në përvjetorin e 18 të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në përvjetorin e 18 të pavarësisë së Kosovës, edhe këtë vit i mungon nënshkruesi i parë i deklaratës së pavarësisë Hashim Thaçi. Deklarata e pavarësisë shënoi një moment historik për shtetin më të ri në Evropë, duke hapur një kapitull të ri për Kosovën në arenën ndërkombëtare. Sot, ndërsa procesi gjyqësor vazhdon në Hag, emri i Hashim Thaçit mbetet i lidhur ngushtë me atë ditë historike dhe me periudhat më vendimtare të shtetëndërtimit. Kosova nesër shënon përvjetorin e 18 të shtetësisë. Në shënim të kësaj feste edhe këtë vit shteti të Kosovës i mungon njërin nga nënshkruesit të parë të deklaratës së pavarësisë së Kosovës të nënshkruar 18 vite më parë, Hashim Thaçi, i cili ishte një nga figura qendrore të skenës politike kosovare për më shumë se 2 dekada. Ai ishte pjesë e delegacionit të Kosovës në konferencën e Rambujës, më pas udhëhoqi institucionet e vendit si
kryeministër dhe president, ndërsa në historinë shtetformuese mbetet i njohur si i pari që nënshkroi deklaratën e pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt 2008 në seancën solemne të Kuvendit. Unë me nderin dhe privilegjin më të madh do ta lexoj deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Të mbledhur në mbledhje të jashtëzakonshme me 17 shkurt 2008 në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Duke ju përgjigjur thirrjes së popullit për të ndërtuar një shoqëri që respekton dinjitetin njerëzor dhe afirmon krenarinë dhe synimet e qytetarëve të saj. Ne, udhëheqësit e popullit ton, të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Pas më shumë se 5 vitësh në Hag, para trupit gjykues të dhomave të specializuara, po vazhdon procesi gjyqësor ndaj ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish krerëve tjerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Jakub Krasniqit, Recep Selimi dhe Kadri Veseli. Seancat po zhvillohen në një prej proceseve më të ndjeshme për historinë e pas luftës në Kosovë, duke të hequr vëmendje të madhe politike brenda dhe jashtë vendit. Deklarata e pavarësisë shënoi një moment historik për shtetin më të ri në Evropë, duke hapur një kapitull të ri për Kosovën në arenën ndërkombëtare. Sot, ndërsa procesi gjyqësor vazhdon në Hag, emri Hashim Thaçit mbetet i lidhur ngushtë me atë datë historike dhe me periudhat më vendimtare të shtetëndërtimit. Ngasës të pakujdesshëm për shërbimet e tyre në kafiteri ose markete shumë shpesh parkojnë makinat në hapësirat gjelbruese, duke mos u kujdesur fare për pronën publike. Një veprim i kësaj natyre është regjistruar sot nga kamera me djumit ton në një nga zonat e qytetit e njohur si një rrugë shumë e frekuentuar. Ndjekim kronikën për të mësuar se për cilën pjesë të qytetit bëhet fjalë. Parkimi i automjeteve në vende të gabuara e sidomos në hapësira të gjelbruara po vazhdon të mbetet një problematike vazhdueshme në shumë zona të qytetit. Sot kamera televizionit Syri ka regjistruar pamjen në rrugën Bujaroka, ku disa vetura janë parkuar në pjesë gjelbruese, të cilat tashmë janë shndruar në parkingje të improvizuara. Kjo dukuri sipas pamjeve është bërë zakonshme dhe tregon mungesën e respektit ndaj hapësirave të dedikuara për gjelbrim dhe mjedis. Natyrisht se kjo dukuri është shqetësuese edhe për vetë banorët e kësaj zone. Disa prej tyre prapa kamerës kanë apeluar të ngasësit e automjeteve që të jenë më të kujdesshëm gjatë parkimit të automjetet. Kjo pasi sipas tyre shumë shpesh ngasësit ndalojnë në kafeteria apo markete, duke parkuar makinën në zonë gjelbruese dhe duke mos respektuar rregullat e qarkullimit rrugor. Banorët gjithashtu kërkojnë edhe kontrolla më të shpeshta nga zyrtarët policor për ngasësit që bëjnë veprime të ngjashme. Një deponi mbeturinash në fshatin në Sekpash është pastruar sot. Gjatë pastrimit të pranishëm ishin edhe 2 drejtar komunal, të cilët kërkuan bashkëpunim me qytetarët që deponit ilegale të pastruara të ruhen dhe mos të kthehen në gjendjen e njëjtë, siç ndodh shpesh. Sot është zhvilluar një tjetër aksion për pastrimin e deponive ilegale brenda komunës së Gjakovës. Sot u punua për pastrimin e deponisë së mbeturinave pranë urës në fshatin Sekpash, një hapësirë që sipas autoriteteve komunale është pastruar disa herë, por vazhdon të ndotet nga hedhja e pakontrolluare e mbeturinave. Në terren ishin edhe drejtori i drejtorisë së shërbimeve publike në Gjakov, Jon Bytyqi, i cili për televizionin Syri theksoi se kjo zonë vazhdimisht po pastrohet, por kërkohet bashkëpunim më i madh nga qytetarët për ta mbajtur ambientin të pastër. Atëherë, Komuna e Gjakovës përkatësisht Drejtoria për Shërbime Publike ka marrë sot aksion për pastrimin e deponisë ilegale, e cila është krijuar tash disa herë më radhë në fshatin Sekpash. Si udhëheqës i këtij dikasteri kisha bërë thirrje për gjithë qytetarët e Komunës së Gjakovës që ta ruajmë bashkë ambientin, të mos krijojmë kësi lloj deponish ilegale, të cilat përveç që po kanë kosto për Komunën e Gjakovës, kosto e më e madhe është edhe dëmtimi i ambientit që po ja bëjmë
me vetdije si qytetar. Në vend ngjarje ishte edhe drejtori i drejtorisë së inspektimeve Ervin Shabani, i cili deklaroi se pastrimi i kësaj deponie po realizohet me mjete financiare që vijnë nga taksat e qytetarëve, duke e bërë edhe më të domosdoshëm ndërgjegjësimin publik për mbrojtjen e mjedisit. Qytetarët e përgjithshëm paguajnë taksa, dhe me ato taksa komuna detyrohet me pastru këtë deponi ilegale të mbeturinave e cila është kriju pej disa individëve të papërgjithshëm, cilët na jemi ka ndjekim. Qytetarët gjatë tyne dytëve i kanë sinjalizu disa raste të numri që e kemi publiku në faqen e komunës, për çka e shfrytëzoj rastin mi falenderu. Mes tjera, Shabani bëri të ditur se shumë shpejt në bashkëpunim me policinë e Kosovës do të vendosen kamera mobile për identifikimin dhe ndëshkimin e personave që hedhin mbeturina në mënyrë të paligjshme. Gjatë ditëve në vijim kemi me vendosur edhe kamera mobile në për deponi ilegale që me në zonë të qytetarë që janë duke gjujt mbeturina në mënyrë të paligjshme edhe me i gjobit. Edhe njëherë për shfrytëzoj rastin më thonë edhe para mediumit ju, se jemi ka ju shohim, jemi në nënveshgim t'juve, kena mi u gjobit edhe kena mi nol këtë dukuri jo të mirë për qytetin tonë, për lagjet tona, për fshatrat tona. Megjithatë, sfida mbetet që kjo hapësirë të mos kthehet sërish në vend grumbullim mbeturinash. Ndërgjegjësimi dhe kujdesi ndaj mjedisit konsiderohet thelbësore që investimet dhe puna bërë sot të kenë efekt afatgjat. Filmi Loja e fundit, në të cilin protagonist kryesor janë çifti Luiz Elli dhe Kiara Tito, është shfaqur mbrëm për herë të dytë në kineman Hyrie Hana. Filmi tregon historinë e një këngëtari të harruar, Luiz Bellit, i cili papritmas bëhet superyll. Për të ruajtur famën dhe ta fitoj vajzën që dëshiron, ai përballet me situata komike dhe mjaft dramatike. Mbrëmjen e së dielës në ambientet e kino Hyrie Hana në Gjakovu shfaq për herë të dytë filmi i shumë komentuar dhe i pritur nga publiku, Loja e fundit me aktorin kryesor Luiz Elli. Salla ishte mbushur me dashamirës të filmit, të cilët u shprehen të lumtur që patën mundësi të ndjekin nga afër këtë produksion dhe njëkohësisht të takojnë protagonistin e tij. Filmin e vlerësova po ashtu sikur gjitha aktivitetet e Luiz Ellit. Unë mendoj që është një film biografik i Luizit, për arsye se Luizi ka vite vetëm që ka qenë një yll. Mirë po, duke ju falenderu formatit e Big Brother, Albania, Luizi dulën sipërfaqe edhe është një artist i papërsëritshëm, duke fillu nga muzika, nga zëri i tine, pastaj humori, se i te kalën gjithë Shkodrant. Na flasim që Shkodra janë humorista, mirë për kjo i ka lënë gjithë, e mbi të gjitha është një artist i vërtet edhe një njeri me zemër të mirë. Jam emocionuar normal që kemi rastin të takojmë edhe Luiz Ellin, sepse ajo është e mirë pritur në Gjakov, edhe dëshiroj shumë sukses në filmin e tij, në premierën, edhe në kinon Hyrie Hana, shpresoj që të ketë sukses në gjithë shqiptarin. Filmi tërhoqi interesim edhe nga moshat më të reja, duke e kthyer mbrëmjen në një aktivitet të veçantë kulturor për familjet. Luiz Elli më pëlqen për shkak se i mirë edhe për fëmijë. Edhe më pëlqen filmi se ka shumë i mirë. Ndërkohë, Donjeta Bobi nga kino Hyrie Hana tregoi se atmosfera ishte mjaft pozitive dhe se interesimi i publikut ka qenë i madh që nga shfaqja e parë. Kino Hyrie Hana, filmi Loja e fundit e ka pasur si premier dje, 14 shkurt në 2 orare, në ora 19:21, ndërsa sot e kemi pasur një meet and greet, ku ishte Luiz Elli, aktori kryesor i filmit këtu i pranishëm me ne. E falenderojmë shumë që i dha dashni gjithë publikut. Filmi u pëlqy nga të gjithë dhe ka sjellë shumë të qeshura në sallë. I ftuar special i kësaj mbrëmje ishte edhe vetë aktori kryesor, i cili për televizionin Syri rrëfeu se si lindi ideja për realizimin e filmit dhe rrugtimin deri në përfundimin e tij. Unë kam dalë, që se kam dalë për bikut, 2 ditë mrapa, bile i kam përthanë kjo është në du me bëj film. E thotë, fillove ti me fluturu. I thash, du me bëj, thashtë e kam tru, do me thanë me bëj film shumë
dhe kisha si ide, po isha pak konfuz. Dhe nolli që u ba filmi i parë që ishte pjesë e kontratë që kisha me Topin dhe u kryi i parë dhe fillun angazhimit. Mrapa, njerëzit më thoshin që ore na dona prep pejtejet se dona me pa taman atë Luizin. Dhe nolli që mora u lidha me Klaudia Brahima, është skenaristja, ajo ka bërë Dy gisht mjalt, I Love Tropoja, gjithë pathona komedit ma bugra shqiptare, dhe ullë me diskutume, dhe si ide. Fillu me të folje, bëjmë të, jo bëjmë atë, dhe vendosme këtë ide. Pra si ide ishte dhe të dyve bashkë, dhe fillu me të shkryt. I thash, batutat me lënë bashkë, i thash, se do i plëtsoj vetë. Dhe arriti mu ba. Dhe personazhet i zgjollme, se na doshin fiks në që kisha në menum, dhe Kiara në kishim thoj za me siklet se thoshim se dim si pa aktron. Po në vërtet Kiara në kalon pa men, sinqerisht se kalon pa men edhe mu, në ka habit të me thanë, hini ka shumë rol, sa i thash, që të bënë? I thash, se kishte me më refuzua, kishte i thash. Dhe u ba filmi. A i thas se realizimi i filmit ishte sfidues, por njëkohësisht i mbushur me momente shumë të bukura gjatë punës. Ma e pështira ka kënë që unë dosha me fol gjatë gjërimeve, po i kisha dhanë fjallin Klaudis, si i thash, unë nuk do jem shefi, s'do flasim të dy, i thash, fol vetëm ti, dhe unë qatë kemë t'i nisi me mesazh, po më vishin moment atë mi thonë da fjallë, për shënë se shifta në njënin, që ishte atje, o zot, me hajtë dhe këtu i thotë, se ishim 50 vetë, gade, atje të picingane. Pra, kjo ishte sikleqme që do të me majtë vetin për mërën, dhe pjesa e pak knaqësis që me nosha unë që mund të kemë stafi i gjirimit, sepse u loshin shumë, dhe thosha, thujan të knaqëm dhe unë e thëmë s'kam se e më hojtë se i kena pagu vetë, ja kam nëjtë vetë, i kam thanë, bile me avanë, para festave të vitit 3, thash, gjithë pagesën, gjithë. Se i duan i thash, janë festat e tëna, dhe ato janë habit, bile thoshin, ore, si pa ne jep tëna, ore, gjithë i thash, kretë pagesën që i keni e kanë marë. Atër pa ta frikë, thamë se thash, po mikin, po malojnë për gjysë filmin, se i boren lek. Po, jo, atë janë profesionistat gjithë, muzika e Klodian Qafokut, që unë e kam si vla, 25, kur kam kanë në Eurovision kam qenë me te. Regjizori pastaj ishte pjesa surprizë, Bjordi. Kur më tha Klaudia, kam Bjordin regjizori, thasha, s'mujtë me gjithë tjetër, thasha, të qesh, pa e jetë dënë këtë film ma shumë sezon, ka punu shumë dhe ja ka vletë. Që që njani ma ime se tjetëri. Eli pati edhe një mesazh për publikun. Jeta shkon e vjen, është si grafik, ka ullje ngritje për gjithë, në gjithë i fushet. Ato që duhet me pas gjithmonë njeri është besimin vetë vete, gjithmonë buzën gaz, jo kulim, jo në hardhek do me thonë, po në gaz që t'jesh i qeshën që durash pozitivitet, sepse gjithmonë halli i tjetrit është shumë i vogël nga si me hallet tuja, kështu që sa qani hallet, ma mje qeshni, dhuroni busqeshje, dhuroni dashni, respekt, dhe jeta do jetë shumë më bukur. Unë kështu e kam vetëm së përba jetën do me thonë, dhe drejtë është më ka dalë mje. Në fund, loja e fundit solli për publiku një histori me humor, emocion dhe reflektim mbi jetën në qendër të vëmendjes, duke u mirëpritur nga artdashësit dhe duke e kthyer këtë shfaqje në një mbrëmje të veçantë kinematografike. Në vigjiljet të festës së pavarësisë së Kosovës, sot është mbajtur një aktivitet sportiv nga të verbërit të shoqatës Gjakova. Kjo ngjarje sportive kishte karakter garues, ku vendin e parë rrëmbeu shahisja Pavlika Rajer. Në vigjilje të 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, shoqata të verbërve Gjakova ka organizuar një aktivitet simbolik. Antarët e shoqatës mbajtën turnir në shaht të quajtur Pavarësia. Kryetari i shoqatës Mark Pietraj tregoi më shumë detaje rreth organizimit dhe rëndësisë së këtij aktiviteti. Shoqata e të verbërve Gjakova sot po e shënon turneun e shahit Pavarësia. Përmes këtij aktiviteti po shënojmë përvjetojnë 18 të pavarësisë së Kosovës dhe duke shënuar këtë aktivitet ne i nderojmë të gjithë dëshmorët dhe martirët të cilët ranë në altarin e lirisë për të ardhur dhe për të gëzuar në shtetin, pra Kosovën, e lirë dhe të pavarur. Pjesë e aktivitetit ishin edhe shahistët e shoqatës. Shoqata e verbëve e Gjakovës e shënon ditën e pavarësisë, 18 vjetorin e pavarësisë, për këtë ditë që po shënojmë sot. Kosova ka dhënë shumë dëshmor, shumë heroj, edhe para lufte, edhe mas lufte. Do me thonë për këtë ditë që po shënojmë sot, o da shumë sakrificat mëdha për popullin shqiptar të Kosovës. Është ditë e shenjtë për çdo shqiptar që e ka kriju Zoti, është e çmueshme me përkujtu këtë ditë edhe më gëzuar për këtë ditë. Edhe ju uroj gjithë shahistave
që marrin pjesë suksese, në të luajnë me dashuri, se është ditë e mirë për Kosovën dhe për kombin tonë. Kjo ngjarje sportive kishte karakter garues, ku vendin e parë rrëmbeu shahistja Pavlika Rajer, në të dytin u rëndit Sokol Elezaj, ndërsa vendi i tretë këtë herë i takoi shahistit Shaip Kastrati. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në VM. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Sot dita e fundit të deklaratave përmbyllëse në procesin ndaj shkrerëve të UÇK-s në Hag. Nesër protestohet në Prishtinë nisja nga Gjakova në mënyrë të organizuar. Kino Hyri Johana solli Luizelin dhe filmin e tij në Gjakov. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndihni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.